Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin ton. Merrni një frymëmarrje të thellë. E ndjeni sa e lehtë është? Për miliona njerëz në mbar botën, kjo gjë kaq e thjeshtë mund të kthehet në një sfidë të vërtetë çdo ditë. Sot do të flasim për astmën, një gjendje shëndetësore që prek mushkrit, por që me informacionin e dur mund të menaxhohet plotësisht. A e dinit se astma nuk shfaqet njësoj tek të gjithë? Dhe mbi të gjitha, cilat janë ato detaje të vogla në shtëpinë tuaj që mund të nisin një krizë astme pa e kuptuar fare? Qëndroni me mua deri në fund të videos për të mësuar se si ta mbani nën kontroll dhe cilat janë hapat e parë që duhen marrë. Çfarë është saktësisht astma? Për ta thënë thjesht, astma është një sëmundje kronike që prek rrugët e frymëmarrjes, pra tubat që çojnë ajrin në mushkritët tona. Kur dikush ka astëm, këto rrugë janë jashtëzakonisht të ndjeshme. Kur ndodh një ngacmim, ndodhin 3 gjëra. Enjtje. Rrugët e frymëmarrjes irritohen dhe enjten nga brenda. Ngushtim. Muskujt rreth këtyre tubave shtrëngohen. Mukus. Prodhohet më shumë mukus se zakonisht duke bllokuar kalimin e lirë të ajrit. Simptomat kryesore që duhen njohur. Si ta dallojmë? Simptomat më të shpeshta janë kolla, sidomos natën ose gjatë stërvitjes. Fishkëllima gjatë frymëmarrjes, apo ajo që quhet gurgullim në gjoks, dhe ndjesia e shtrëngimit ose vështirësisë në frymëmarrje. Çfarë e shkakton apo e ndez astmën? Astma nuk vjen nga hiçi. Çdo person ka disa faktorë specifik që e nisin ose e përkeqësojnë atë. Këta e quhen shkaktarët. Disa nga më të zakonshmit janë alergjenët, poleni i luleve në pranverë, fluri i shtëpisë ose gëzopi i kafshëve shtëpiake. Mjedisi, ajri i ftohtë, tymi i duhanit apo ndotja e ajrit në qytete. Sforcimi fizik. Po, astma mund të shfaqet edhe gjatë ose pas aktivitetit fizik, e njohur si astma e induktuar nga stërvitja. Emocionet e forta ose stresi. Edhe të qeshurit me të madhe ose stresi i lartë mund të ndikojnë te frymëmarrja. Si trajtohet dhe menaxhohet? Lajmi i mirë. Edhe pse astma është një gjendje afatgjatë, ajo mund të kontrollohet aq mirë sa që nuk ju pengon fare të bëni një jetë aktive dhe normale. Mjekësia sot përdor kryesisht 2 lloj inhalatorësh apo pompash. Inhalatorët parandalues, controller, përdoren çdo ditë për të mbajtur nën kontroll enjtjen dhe për të parandaluar krizat përpara se ajo të fillojë. Inhalatorët çlirues, reliever, janë ata që përdoren vetëm në momentin e krizës për të hapur rrugët e frymëmarrjes brenda pak minutave. Gjithmonë duhet të konsultoheni me mjekun pneumolog për të marrë planin tuaj personal të veprimit. Këshilla praktike për shtëpinë. Nëse ju ose dikush në familjen tuaj vuan nga astma, ja disa gjëra të thjeshta që mund të bëni në shtëpi. Ajrosni rregullisht shtëpinë, por kujdes në ditët kur ka shumë polen jashtë. Lani çarçafët me ujë të ngrohtë për të eliminuar rriqërat e pluhurit. Shmangni aromat e rënda të parfumeve apo detergjentëve sprej në pranit të tyre. Astma është thjesht një pjesë e jetës, jo gjithë jeta juaj. Me kujdesin dhe mjekimin e dur mund të vraponi, të bëni sport dhe të shijoni çdo moment, pas një pengesë. Nëse kjo video ju duket e dobishme, mos harroni të bëni like, shpërndajeni me dikoj që mund të hyjë në punë dhe bëni subscribe në kanal për më shumë video rreth shëndetit dhe stilit të jetesës. Shkruani në komente, a njihni dikoj që menaxhon astmën me sukses? Shihemi në videon tjetër, qëndroni të shëndetshëm.